Nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla pretendon se është dhunuar nga dhëndri ish kryeministrit Berisha Jamarbër Maltezi. Sipas Ballës, ngjarja ka ndodhur në sektorin tranzit në aeroportin Da Vinci në Rom, ku Jamarbër Maltezi e ka dhunuar fizikisht. Me të zbritur në aeroportin e Rinasit, deputeti i Partisë Socialiste Balla ka shkuar në komisariatin e policisë së Rinasit, ku ka kallëzuar Jamarbër Maltezin si personin që ka ushtruar dhunë fizike ndaj tij. Në kallëzim, Balla pretendon se ka qenë duke pritur në tranzitin e aeroportit Leonardo Da Vinci në Rom, kur është qelluar pa paralajmërim me grushta e shqelma nga shtetasi Jamarbër Maltezi. Sipas kallëzuesit në aeroport, ai ka qenë i vetëm, ndërsa Maltezi shoqëruar nga bashkëshorti Argita, vajza e ish kryeministrit. Pas administrimit të këtij kallëzimi, policia e Rinasit ka shoqëruar Maltezin në ambientet e brendshme të komisariatit të Rinasit, me cilësinë e personit ndaj të cilit të zhvillohen hetimet. Mësohet se në polici Jamarbër Maltezi ka thënë se është provokuar nga Balla, ndërkaq dëshmitarët tregojnë se konflikti nisi fillimisht si verbal, ndërsa agravoi në përplasje fizike. Sipas burimeve nga policia, Balla ka shenja dhune në fytyrë dhe për to është kërkuar ekspertim. Vetë Tauland Balla ka preferuar të ndajë në rrjetet sociale versionin e tij mbi incidentin. Ai shkruan se ngjarja e pazakont ka ndodhur të premten pasdite në aeroportin e Romës, ku priste tranzit gjatë rrugës së kthimit nga një vizitë pune. Sipas tij, ndërsa kërkonte portën e daljes, papritur i ka ardhur një goditje me grusht nga një njeri me kapele, që shoqëroi nga një grua me fustan të kuq. Ky e fundit sipas Ballës i kishte qelluar me një hamburger dhe vetëm pas pak çastesh, ai e kishte kuptuar që gruaja ishte Argita Berisha. Balla tregon se identifikimi i Argitës e ndihmoi atë të kuptojë se burri ishte i shoqi Jamarbër Maltezi. Në këtë situatë, Balla ka thënë vetëm fjalët "jeni çmendur", ndërkohë që të dy bërtisin vetëm fjalën "qelbësirat". Balla vijon duke thënë se shkoi në policinë italiane, të cilët i kishin konfirmuar se çifti kishte zënë prit, gjë që e vërtetonin kamerat e sigurisë. Balla bën të ditur se të njëjtin kallëzim e bëri edhe në Rinas. Gjithçka është kështu dhe është fiksuar në kamerat e sigurisë aeroportit, të çmendur për t'u lidhur, përfundon Balla statusin e tij.